Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çaji i kamomilit trajton këtë problem që askush nuk e kishte menduar. Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale qetësuese shpirtërore dhe fizike. Ndryshe nga çaji i jeshil ose ai i zi, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësinë qetësuese dhe të nxjisë gjumin. Lulja përmban flavonoidet që janë pjesërisht përgjegjëse për nxitjen e gjumit. Çaji bimor me aromë të frutave të ngjashme me mollën është i shijshëm dhe ka vlera terapeutike. Lulja e thatë e kamomilit lufton inflamacionin, mykun, ulçrën dhe përmban shumë antioksidant. Në këtë video sipas health.com do të zbuloni mënyra se si çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin tuaj. Ai është i mirë kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Nxit gjumin. Pijeni një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese dhe largon shqetësimet që të lënë pa gjumë. Është i mirë kundër migrenës. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme që të pihet çaj kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Zorrët gjithashtu do të përfitojnë. Çaji i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorrës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjes. Ai është i mirë për një imunitet të fortë. Nëse keni çrregullime nga gripi ose e ftohura, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatron ndjeshëm bakteriet e këqija të organizmit dhe ndihmon në rritjen e imunitetit të fortë. Ai është i mirë kundër djegjeve. Qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin për të shëruar plagët dhe të djegurat e lëkurës. Përdoreni çaj në kompresa ose vendosni atë në zonat të lënduara të lëkurës. Është i mirë kundër rrafëve të zinj. Përdoreni çajin kundër rrafëve të zinj. Çaji largon inflamacionet e lëkurës, e freskon dhe jep asaj më shumë gjallëri. Përdorni bustinat organike ose kompresat për të qetësuar syt. Ai është i mirë në zbardhjen e lëkurës. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zgjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit të lëshuar duke mbledhur kokën me peshqir. Kjo do ju qetësojë dhe do të zbardhë lëkurën tuaj. Parandalon krijimin e akneve. Kamomili është plot me antioksidant që luftojnë radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e bakterieve. Ai është i mirë gjithashtu kundër entjeve. Pini disa filxhan me çaj për të qetësuar muskujt ose bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe për të zbutur entjen në gjymtyr. Është i mirë për uljen e niveleve të sheqerit. Kërkime shkencore konfirmojnë se pirja 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili është një mënyrë efikase për të ulur nivelin e sheqerit për të përmirësuar shikimin, nervat dhe funksionin e veshkave. Është i mirë kundër irritimeve të lëkurës. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzema dhe pickimet e insekteve mund të zbuten dhe të kurohen me çajin e kamomilit. Është i mirë kundër kontraktimeve muskulare. Çaji i kamomilit qetëson muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë qetëson nervat, ka edhe shumë dobi kundër ankthit dhe kundër stresit. Me çajin e kamomilit ju mund të bërni banjo, ta përdorni për gargar kundër inflamacioneve të gojës, për fytyen, por edhe ta përdorni si avull për të lehtësuar sistemin e frymëmarrjes. Kamomili është përdorur si ilaç tradicional prej mijëra vitesh për të qetësuar ankthin, për të qetësuar dhimbjet e barkut e të tjera. Ai është konsideruar si një bimë e sigurt dhe është përdorur në shumë kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili i përdorur në kombinim me bimët e tjera mund të ofrojë përfitime të larta shëndetësore. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e vështirë të thuhet se cilat janë përfitimet që vijnë nga secila bimë. Por është të parë se kamomili përdoret si ilaç edhe ka lehtësime të mira për stomakun, urthin, të përzierat dhe të vjellat. Përzierjet me kamomil duket se ndihmojnë edhe të vegjëlit me dhimbjet e barkut. Shpërlarja e gojës me kamomil mund të lehtësojë plagët e gojës të shkaktuar nga probleme të ndryshme dhe përfitimet e tij në organizëm do të jenë gjithashtu mbreslëndse. Kjo bimë është e njohur dhe përdorur që në lashtësi si një ilaç mjekësor për shumë probleme shëndetësore, si dhe për alternativa të tjera me kosto zero që ndihmojnë personat që vuajnë nga pagjumësia dhe nuk bëjnë një gjumë të qetë.
Ai ndihmon me tretjen, me problemet e zorëve, qetëson dhimbjet e barkut, është antiinflamator, lehtëson dhimbjet menstruale si dhe problemet që lidhen me kokën. Kur flasim për kamomilin, një bazë i parë që na vjen ndërmend është filxhani i çajit të kamomilit. Zakonisht përdoren lule të thata të kamomilit që pasi zihen në ujë të ngrohtë, konsumohen në formën e çajit. Kamomili ka veti qetësuese dhe këshillohet të pihet përpara se të flini nga të gjithë ata që vuajnë nga pagjumësia dhe nuk bëjnë një gjumë të qetë. Ai ndihmon me tretjen, me problemet e zorëve, qetëson dhimbjet e barkut, është antiinflamator, lehtëson dhimbjet menstruale dhe problemet e lidhura me kokën. Një tjetër funksion ka të bëjë me eliminimin e gazrave të tepërt nga zorët dhe shpesh ushtohet shampove ose balsameve për shkak të vetive ushqyese për flokët. Por efektet pozitive janë ndjerë edhe në spazmat muskulare dhe në problemet reumatizmale. Stabilizohen zorrën e trashë dhe përdoren në rast të irritimeve ose infeksioneve të rrugëve urinare. Për të mos folur për qetësimin e sistemit nervor, për përdorimin e jashtëm ai rekomandohet kundër problemeve të lëkurës, sidomos për ekzemat dhe largimin e problemeve të saj. Çaji i kamomilit është një alternativë shumë ushqyese që mund të shtohet pa frikë në dietën tuaj, duke ndikuar kështu pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Mund të cilësohet si një nga bimet më të mira për trupin. Së pari, ai qetëson sistemin nervor. Një studim i zhvilluar nga kërkuesit e Universitetit të Pensilvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulur nivelin e ankthit të personat të prekur prej tij. Së dyti, qetëson edhe aparatin tretës. Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut, si dhe të lehtësojnë simptomat e zorëve të irrituara, edhe pse tregojnë se ajo është një nga bimet më të mira që duhet të përfshihet në dietën tuaj. Së treti, kamomili është të përdorur në produkte kozmetike. Një ndër mënyrat që gjyshet tona kanë përdorur për të hapur ngjyrën e flokëve është edhe kamomili. Studime të shumta kanë evidentuar se kamomili rrit reflekset e dritës, çfarë shpjegohet në disa shampo përfshirja e mesit përbërësve të saj për të rritur reflekset të flokëve. Së katërti, redukton irritimet e lëkurës. Për përdorimet e jashtme ai rekomandohet kundër problemeve të lëkurës, sidomos ekzemave dhe largimin e skuqjeve të syve. Studime të shumta kanë treguar se lulja e kamomilit është shumë efikase kundër problemeve që lidhen edhe me lëkurën. Së pesti, redukton problemet e ciklit. Vetitë e kamomilit janë të shumta, mirë po veçanërisht ai i takon femrave që duket se vinë mes më shumti përfitime. Sipas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, u shpjegua se kamomili vepron si një qetësues kundër dhimbjeve të ciklit menstrual dhe inflamacionit. Ai ndihmon gjithashtu në luftën kundër radikaleve të lira. Kohët e fundit disa studime evidentojnë vetitë antiinflamatore të kamomilit. Studimet kanë treguar efektet pozitive të kamomilit në ndalimin e rritjes së radikaleve të lira duke vepruar si një trajtim anti-tyre. Bllokimi i rritjes së tyre mund të besohet se mund të jetë shkak i përfitimeve më të mira për trupin. Ai është i mirë kundër inflamacioneve dhe bllokimit nga rrufa. Çaji i kamomilit është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë kur jeni të sëmurë dhe doni të mundni infeksionet nga i ftohti, gripi ose sinusi. Studimet tregojnë se prevalimi me ekstraktet e kamomilit është i dobishëm në simptomat e zakonshme të ftohjes. Disa njerëz bëjnë madje gargar me çaj kamomili për të luftuar inflamacionet e mukozës dhe brenda fytit, duke ndikuar kështu në përmirësimin e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Gjithashtu ekspertët tregojnë se konsumi i kamomilit në dietën tuaj nuk duhet të jetë në nivele tepër të larta, ku 1 deri në 2 gota çaje çdo ditë janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet. Çaji i kamomilit është të përdorur prekosh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila është një flavonoid. Flavonoidët janë kimikate që u japin bimëve ngjyrën me bollok të antioksidantëve dhe ndihmojnë në trupin në luftimin e toksinave. Çaji i kamomilit është i mirë që të shtohet në dietën tuaj, por gjithmonë brenda normës, për të evituar gabimet që mund të bëni edhe me përdorimin e tepërt të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.